Unë jam Etleva Sulollari dhe kjo është një dëshmi nga ana ime që kam jetuar pothuajse 4 vjet me këtë organizat dhe dua të them diçka që kam evidentuar. Të nderuar miq, sot nuk flasim për thashë theme, por për realitetin. Një mesazh ka ardhur tek antarët e shoqatës Nexhat, tek një avokat i nderuar që bën punën e tij me pasion, por nuk është rast i parë. Një mesazh i cili supozon se vjen nga doktor Ali Ramati. Është një identitet i dyshimt që flet në emër të institucioneve pa pasur fakte apo dëshmi të vërteta. Nuk është hera parë që Meku sill kërcënime. Nuk i lejon antarët e shoqatës Nexhat të flasin për të drejtat e tyre. Ndoshta ata flasin sipas metrit të tyre, si e kanë hapin ata, por ne në Shqipëri kemi të drejtat tona, lirinë e fjalës, lirinë e diskutimit dhe të mendimit. Nuk është hera parë që Meku cënon antarët. Edhe për Aldo Sulollarin kanë folur, e kanë thirrë në revista, e kanë dashur ta diskreditojnë me mënyrën e tyre, por ai djalosh ka ecur edhe ka punuar për të drejtat e njerëzit. Janë të gjithë antarët e shoqatës Nexhat që punojnë me të drejtat e tyre. Ne në Shqipëri nuk jemi të kërcënuar, ne jemi në një demokraci. Dhe demokraci do të thotë drejta e fjalës, e lirisë, e shtypit dhe gjithçka tjetër të jetuarit. Nuk e di pse shoqata Nexhat të kërcënohet kaq shumë nga Mek. Meku nuk do familje. Meku bën shplarje truri. Meku izolon, ka ndarë fëmijët nga nëna, vllajin nga motra, edhe ka bërë shumë masakra, masakra të njerëzit e saj. Por ne këto gjëra nuk i dim dhe kur evidentojmë këto gjëra, ne ngrejmë zërin për të drejtën e njeriut, se e drejta e njeriut është gjithçka për neve. Ne duam të jetojmë të lirë, me fjalë të lirë, dhe duam që edhe ata iranianë që kanë ardhur këtu në Shqipëri, duam që të jetojnë me frymën tonë, duam që të kenë lirinë e tyre, lirinë e fjalës, lirinë e të jetuarit dhe të kenë dhe ata një punë, një vend pune, një vend shtëpie, të flasin lirshëm, mos kenë frikë, sepse sa kam parë që në Mek bëjnë antarët të kenë frikë. Ata nuk janë vetvetja. Ata janë kthyer në mekanizma. Nuk janë njerëz, pasi kështu i kanë shtypur ata. Por ne do luftojmë. Ne do luftojmë të tërë. Të gjithë si njerëz, si shqiptar, do t'i ndihmojmë që dhe ata të integrohen në lirinë e vërtet të menduarit, të shtypit, të jetuarit, të drejtën e fjalës, të shtëpisë e gjithçka tjetër, sepse është drejta e tyre që ja ka dhënë Zoti dhe askush tjetër nuk ka pse të ndërhyjë dhe t'ja marrë askush tjetër përveç Zotit. Faleminderit shumë. Dhe ky është një mesazh nga ana ime, si njeri mund të them, edhe sa kam dëgjuar dhe punuar me ta, me iranianët në shoqatën Nexhat.